Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, video me temat për dashurinë, por dhe videot e vitit 2026, ku do vazhdojmë dhe me shenjat e tjera. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë. Këtë javë do kemi Jupiterin në retrograd, që do jetë në shenjën e Gafores, kështu që është një javë ku ju do mendoni për të ardhmen tuaj, për zhvillimin tuaj shpirtëror, por edhe material. Është një javë ku ju do thelloni punën tuaj, studimet tuaja, do jeni më vendimtar gjatë këtij muaji, por do keni dhe më vetbesim te vetja juaj. Është një javë që mund të jetë edhe pak e nxituar, mund të jeni pak impulsiv, duhet të mbani atë zemrimin tuaj, mos të ngrini zërin para situatave, por gjithsesi nuk është se preken të gjithë, do preket një pjesë prej jush, dhe kjo javë do sjellë dhe mundësi në jetën e gjithë secilit për të zgjeruar horizontet tuaja. Edhe pse Jupiteri është në retrograd, do ketë disa kufizime, dhe kur është retrograd i gjërat ecin pak më ngadalë, nuk ecin me shpejtësinë që mund të ecin normalisht kur nuk është në retrograd. Gjithsesi, më të ndikuar do jenë Gaforet, Akrepat dhe Peshqit, ose ata që kanë ascendenten në këto shenja. Është një periudhë ku do ketë ato gjëra pozitive, por do ketë edhe marrjen e përgjegjësive, marrje të vendimeve të ndryshme që do bën gjatë kësaj jave. Do ketë propozime gjatë javës, por do jenë propozime afatgjata. Ju do kontaktoni dhe me familjarët tuaj gjatë kësaj jave dhe kjo ndikon pozitivisht dhe do ndikojnë më tepër te Demi, Virgjëresha, Bricjapi, Gaforia, Akrepi dhe Peshqi, por të lindurit në 10-ditëshin e tretë. Kemi dhe Mërkurin që është në retrograd në shenjën e Shigetarit, kështu që gjatë kësaj jave do jetë është në datën 17 nëntor, dhe kështu që ky Mërkur në retrograd do ndikoj më tepër në organizimin e gjërave në jetën tuaj. Këtu do ketë rrëfime, do ketë zbulime të sekreteve, zbulime të informacioneve të fshehura në të kaluarën, dhe më tepër të favorizuar nga ky Mërkur në retrograd është shenja e Dashit, shenja e Luanit, shenja e Shigetarit, shenja e Binjakëve, shenja e Peshores dhe shenja e Ujorit, por të lindurit në fillim të kësaj shenje. Gjithsesi, do vazhdojmë të shohim në lidhje me shenjat dhe filloj me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëherë fillojmë me shenjën e Dashit. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe kemi energji të shenjës së Bricjapit këtu, energji të shenjave të ujit, dhe kemi energji tokë, energji ajri. Shoh që do keni një tërheqje fizike gjatë kësaj jave, ndoshta në lidhje me dashurinë flasim këtu, do t'ju tërheqi më tepër ana fizike të njerëzit. Për një pjesë tjetër, shoh që mund të keni kaluar shumë vështirësi në lidhje me dashurinë dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të jeni më të organizuar, sepse keni marrë mësime nga vështirësitë që keni pasur në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër mund të keni disa varësi, duhet keni kujdes, është momenti që këto varësi, sepse në fakt kjo javë ka lidhje me varësitë që të ndryshme që mund të keni, mund të jetë varësi ndaj alkoolit, ndaj cigares, por dhe varësi të tjera. Gjithsesi unë shoh që dilni nga kjo situatë, ju do çliroheni nga tensione dhe situata të vështira që keni kaluar.
Kjo ka vlerë edhe në lidhje me familjen tuaj, ose për gjithë ata që mund të kenë pas situata të vështira, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Shoh një çlirim shpirtëror dhe shoh që tek ju do vinë ndryshime të mëdha. Në qoftë se deri tani nuk keni ndërtuar gjëra të sigurta, një njohje që vërtet ju japi siguri, ose ju keni ndërtuar një njohje lidhje që aty prishet diçka, prishet për të ndërtuar diçka më e mirë, një njohje ose një lidhje më e mirë. Në rastin tjetër në lidhje me marrëdhëniet, ku do keni ndryshime pozitive, ndërsa për një pjesë tjetër mund të rishikoni dhe marrëdhëniet tuaja për të ndryshuar diçka aty, por këto janë ndryshime që vijnë te vendi punës, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me situata të ndryshme që keni. Por unë shoh ndryshime dhe në lidhje me varësi të ndryshme që ju mund të keni. Ju varësit mund t'i dini më mirë, gjithsesi keni lajme të mira në lidhje me një ndryshim që do bëni. Mund të jetë një ndryshim ekonomik, një ndryshim në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, te fëmijët tuaj, ose në rastin tjetër mund të jetë edhe një ndryshim te vendi punës, ku ju dëshironi vërtet të pozicionoheni për të pasur një punë më të sigurt. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme. Atëherë, shohim energjitë që na vijnë edhe për ju. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës. Ju shoh që ju dëshironi të jepni një dashuri, keni shumë emocione në lidhje me një person, dëshironi të keni një takim, të futeni në një njohje të re, ose ju të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve dhe marrëdhënieve tuaja. Ju shoh që keni kaluar vështirësi në lidhje me këtë gjë, por në mesin e javës ju shoh ju do arrini të qetësoni situata të ndryshme që keni dhe do investoni përsëri në marrëdhëniet tuaja në fund të javës. Ndoshta duke shkuar diku për pushim, aty do kaloni mirë me familjen tuaj dhe unë shoh një lloj stabiliteti ose një lloj investimi që do bëni në marrëdhëniet. Ndoshta duke ju përkushtuar më shumë familjes tuaj ose fëmijëve tuaj. Në rastin tjetër, shoh që keni lajme të mira në lidhje me punën nga ana ekonomike. Është një javë ku ju do të jepni drejtim situatave të ndryshme që keni, dhe këto situata mund të kenë lidhje me punën, mund të kenë lidhje me anën ekonomike. Në një rast tjetër ju mund të ndiheni keni kaluar shumë vështirësi dhe keni nevojë të qetësoni, dhe në mes në javës mund të shkoni dhe diku për të qetësuar. Ndërsa në fund të javës ju shoh që dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja te vendi punës. Ndoshta ju dëshironi të bëni një punë të dytë ose të kërkoni dhe një rritje pagese te vendi punës. Për disa të tjerë duhet keni kujdes sepse është një person që mbas shpinës tuaj, sikur ju godet mbas shpine, në lidhje me te vendi punës. Flasim ose mund të jetë një goditje ekonomike që dikush ju jep, por është dikush që është i afërt me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme. Atëherë shohim energjinë. Jemi te energjia e shenjës së demit, energjia e shenjës së ujorit dhe energjia e shenjave të zjarit. Por ju mund të keni dhe hënën ose ascendenten te këto shenja. Shoh që do futeni shumë brenda vetes tuaj. Ndoshta do dëgjoni intuitën tuaj për të realizuar diçka, për të realizuar një dashuri, një njohje ose një lidhje, ose edhe në marrëdhëniet tuaja, por gjithsesi shoh që keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me dashurinë. Dhe jeni duke futur besime të reja, duke analizuar çështje dhe situata
që kanë të bëjnë si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por ju do jeni duke analizuar dhe situata të ndryshme që keni në lidhje me një realizim që doni të bëni. Kjo mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me familjen, me shtëpinë, mund të ketë lidhje me situata të vendi punës ose ekonomike. Në rastin tjetër mund të ketë të bëjë me edhe me teknologjinë për një pjesë për jush. Por shoh që ju do t'i vendosni qëllime vetes në fund të javës për të arritur këto qëllime, për të realizuar gjërat që ju vërtet dëshironi. Nëse ju dëshironi të futeni në një njohje të re, atëherë ju do besoni brenda vetes, do analizoni personin, shoh një realizim që mund të jetë një takim në lidhje me ju, dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, por jeni dhe në një pozicion mbretëror. Do përdorni shumë fort pjesën e mençurisë, do t'i pranoni gjërat më me përullësi për të realizuar diçka që ju dëshironi. Dhe kjo mund të ketë lidhje dhe te vendi punës për një pjesë për jush, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni në lidhje me shtëpinë, me familjen, nga ana ekonomike, ose me çështje dhe situata që mund të kenë të bëjnë me dokumenta të ndryshme, ose me çështje të ndryshme gjyqësore, por dhe me teknologjinë e shoh të lidhur shumë fort. Gjithsesi unë shoh realizim në mes të javës dhe në fund të javës ju i vendosni qëllime vetes për të shquar gjërat para në çfarë do lloj situate që ju t'jeni. Dhe do besoni brenda intuitës tuaj në lidhje me qëllimet që ju do keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe me tema të ndryshme. Atëherë shohim energjinë tuaj. Jemi te energjia shenjave të tokës, jemi energjinë tuaj të shenjës së gafores dhe përsëri energji toke. Gjatë kësaj jave, në fillim të javës, ju shoh me shumë vetbesim, shumë të vendosur në veten tuaj, me një siguri brenda vetes në bërjen e gjërave. Ndoshta ju do ndiheni të sigurt në lidhje me një person, dhe kjo është në fillim të javës. Për të futur në njohje ose për të stabilizuar lidhjet e marrëdhëniet tuaja, ose për të stabilizuar punën tuaj, gjithçka që ka lidhje me fëmijët, me familjen, me pronat, por dhe me anën ekonomike, sepse shoh që merrni shumë të konsiderueshme parash dhe kjo gjë do t'ju japi siguri, por jeni në një energji shumë të bukur në fillim të javës. Në mesin e javës, ju shoh që futeni në paqartësi, në frikra emocionale, por duhet keni kujdes se mund të keni dhe prapaskena të ndryshme, sepse ju ndiheni shumë të sigurt në bërjen e gjërave, por aty mund të keni njerëz që ju ndoshta mbas shpinës tuaj bëjnë gjëra që ju nuk i dini dhe janë persona të afërt që ju i keni afër vetes tuaj. Dhe në fund të javës, kjo mund të ketë lidhje dhe te vendi punës, ose në lidhje me anën ekonomike, që aty diçka po luhet mbas shpinës tuaj. Kjo mund të ketë lidhje me te vendi punës, me një pasuri, ose me një trashëgimi, ka lidhje më tepër me anën e parave, ose me marrjen e disa parave. Gjithsesi në fund të javës ju do ndiheni në dilema, nuk do dini çfarë të bëni, sepse ju shoh të pasigurt, edhe pse në fillim të javës jeni të sigurt, në mesin e javës ju hyni përsëri në frikra emocionale, pasiguri, ose në momentin që do mësoni që dikush punon mbas shpinës tuaj, atëherë ju nuk do dini çfarë të bëni. Sikur ose nuk do arrini ta besoni këtë gjë, që këta persona që ju keni afër bëjnë gjëra mbas shpinës tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, me pronat. Mund ta merrni në të gjitha situatat. Por mund të jetë dhe një situatë ekonomike ku ju merrni disa para dhe aty ju punohet diçka mbas shpine. Dhe kjo gjë do t'ju fusi në dilema, nuk do dini çfarë të bëni, ose nuk do dini çfarë të besoni në lidhje me një situatë që ju do mësoni në mesin e javës.
Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, të javës, por dhe me tema të ndryshme. Erdhi një energji fantastike në lidhje me shenjën tuaj. Ju shoh në fillime të reja, ju mund të hyni në një njohje të re, është një person që vjen drejt jush, por është një person që, ose kjo njohje që do bëni, kjo lidhje që do bëni gjatë kësaj jave, në fillim të javës, do marrë zhvillime shumë të mira. Mund të keni një shtatzani që do marrë zhvillime të mira. Në rastin tjetër mund të jetë një punë e re, një aktivitet i ri, një biznes i ri, një bashkëpunim ose një projekt, por që do t'ju sjellin bollëk dhe prosperitet, por do marrin dhe një zhvillim shumë të mirë. Është një, sepse këtu kemi planet Jupiterin, dhe në mesin e javës ju shoh të kënaqur, jeni të vetë kënaqur me këto fillime që do bëni. Jeni, po të vëmre këtu, si pashallar. Jeni shtrirë dhe ndiheni shumë mirë. Shoh që ju do ndiheni mirë me veten tuaj, do ndiheni të kënaqur, të gëzuar në lidhje me këto fillime që do bëni. Këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Për një pjesë për ju shoh që do keni takim me një person. Dhe këtu flasim për gjithë ata që do bëjnë fillime të reja, por është një takim që do t'ju emocionojë. Një lidhje bukur e shoh këtu si e bekuar nga universi, që do marri zhvillime shumë të mira. Për pjesën tjetër, ju do harini, ndoshta të ndiheni mirë në marrëdhëniet tuaja, ose me fëmijët tuaj, mund të keni dhe fillime të reja me fëmijët tuaj. Dhe do jeni të mbështetur nga energji më të larta. Do keni kontrata të rëndësishme në lidhje me punën, ose një pjesë për jush mund të keni dhe gjyqe të ndryshme. Mund të keni lidhje me dokumentat, mund të keni lidhje çështje të ndryshme ligjore që mund të keni, dhe ju shoh aty që ju do jeni të mbështetur. Do keni lajme të mira, por do jetë diçka fantastike në lidhje me ju. Çfarëdo lloj situate që të keni, është një javë e bukur, shfrytëzojeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që vjen edhe për ju. Keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, të ujorit dhe të ujit. Mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja. Atëherë ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja që në fillim të javës. Këto qëllime mund të kenë lidhje me një dashuri. Ju dëshironi të realizoni një njohje, një takim me një person, ose të çoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet para. Dhe në mes të javës unë shoh që ju realizoni këtë gjë. Për pjesën tjetër, mund të keni kontrata të ndryshme te vendi punës, shoh një realizim në mes të javës, por mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore, kontrata për të larguar jashtë shtetit, mund të merrni situatat nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që ju do realizoni gjithçka në mesin e javës. Për një pjesë tjetër ka lidhje shumë të fortë me teknologjinë, ku ju i vendosni qëllime vetes. Ju mund të jeni duke punuar dhe në internet, dhe është një periudhë shumë e mirë në lidhje me ju. Ju i vendosni qëllime vetes dhe ju shoh që aty do ndiheni në fund të javës shumë mirë me veten tuaj. Ndërkohë, do keni lajme të mira ose do keni një ofertë në lidhje me këtë punë që mund të keni. Për pjesën tjetër mund të keni një ofertë, mund të keni dhe flerte gjatë fundit të javës, ju do jeni në lëvizje, mund të shkoni diku dhe do jeni dhe duke flertuar.
Ndërsa për një pjesë tjetër është një person që vjen drejt jush dhe dëshiron t'ju dhurojë një kupë emocionale. Por shoh realizim në marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, në rastin tjetër me udhëtime të ndryshme që ju do keni, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni oferta pune, partneritete, bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj. Gjithsesi është një javë e bukur edhe në lidhje me ju. E rëndësishme është që ju do arrini të realizoni qëllimet që I keni vënë vetes. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe shohim energjinë që do na vi. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, nuk e di, por keni të bëni me energjinë e shenjave të zjarit dhe këtu keni të gjitha shenjat e horoskopit. Mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, fillimi I javës, ju shoh që jeni shumë mbrojtës. Ju duket sikur ju luftojnë të gjithë, ose ju do jeni shumë luftarak në fillim të javës, por dhe mbrojtës ndaj gjithçkaje. Kjo mund të ketë lidhje me dashurinë. Ju dëshironi të hyni në një njohje, dëshironi të çoni njohje para, por ju shoh që jeni shumë mbrojtës ndaj vetes tuaj dhe nuk lejoni njeri që t'ju afrohet. Edhe pse ju shoh në mesin e javës, ju prisni një person. Mund të jetë një person në distancë, mund të jetë që ju prisni një dashuri, ose në rastin tjetër prisni një përgjigje nga një person. Por gjithmonë duke qenë në atë energjinë e mbrojtjes në lidhje me një dashuri. Ndërsa në fund të javës, ju shoh që ju keni manifestuar, edhe pse I tregoni mbrojtës, ju e dëshironi, sepse keni manifestuar në lidhje me një dashuri, dhe unë shoh një realizim. Në lidhje me këtë, mund të keni realizime edhe në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, mund të jenë në pritje të një përgjigjeje nga një person, për ta çuar lidhjen para, për të finalizuar diçka, dhe mund të jetë dhe një person në distancë. Gjithsesi, ju arrini të realizoni. Nëse diçka ka ndodhur në këtë njohje, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ka qenë një lloj karme për ju. Dhe për pjesën tjetër, ju shoh që do jeni shumë luftarak në lidhje me punën. Do jeni mbrojtës ndaj familjes, do jeni shumë luftarak nga ana ekonomike, ju do luftoni për të arritur gjërat që ju dëshironi nga ana ekonomike. Ju shoh që mund të jeni edhe në pritje të një përgjigjeje ekonomike, në pritje të një pune, për një pjesë tjetër të një partneriteti ose bashkëpunimi, por unë shoh realizim. Çfarëdo që të prisni gjatë kësaj jave, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me gjykata, me çështje të ndryshme që mund të keni si në lidhje me punën, jeni në një energji zjarri, ju shoh, por gjithsesi ju shoh që ju do harrini të realizoni diçka në fund të javës. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, në lidhje me shëndetin, me dokumentat, nga ana ekonomike, në lidhje me emocionet tuaja, por edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe me çfarë do lloj situate që të keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dolën letrat vetë. Ju shoh, ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, por edhe shenjën e peshqve. Atëherë, shoh që ju do keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një dashuri, ose ju jeni duke kundërshtuar diçka në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por në rastin tjetër mund t'ju bëhet edhe një padrejtësi. Gjithsesi, ju do t'i lini personat largohen, ju do vazhdoni me idetë tuaja, por ndërkohë në mesin e javës, dhe kjo mund të ndodhi dhe te vendi punës nga ana ekonomike, por mund të ndodhi dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jetë çështje me lidhje me dokumenta, mund të ketë lidhje me institucione shtetërore, me shtetin.
me çështje ligjore, me çështje të ndryshme që ju mund të keni, që kanë lidhje me shtetin gjithmonë, ose me zyra private ose shtetërore, gjyqje të ndryshme ose nuk e di se çfarë. Gjithsesi, unë shoh që ju keni marrë eksperienca, do përdorni shumë atë pjesën e mençurisë, do fusni një frymë të re në jetën tuaj, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, do përdorni më tepër pjesën e logjikës, por do merrni dhe vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave, në mesin e javës. Ndërsa në fund të javës, ju shoh që ju ndjeni shumë të sakrifikuar, sigur jeni varur, po të vëmë re kemi një person të varur me kokë poshtë, jeni duke analizuar rreth emocioneve tuaja në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, kjo ju mund të ndjeni të sakrifikuar te vendi i punës, ku ju bëhet një padrejtësi. Ju mund të ndjeni të sakrifikuar në lidhje me institucionet shtetërore, me dokumenta të ndryshme, në lidhje me ligjin, në lidhje me çështje dhe situata të tjera. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që ju mund të mbështesni dhe një person që mund të ketë probleme me shëndetin. Mund të jetë një person që ju e keni të afërt dhe shoh në fund të javës do jeni duke analizuar gjithçka. Gjithsesi, ju do analizoni punën tuaj, anën tuaj ekonomike, sepse keni marrë eksperienca, merrni vendime të rëndësishme dhe kjo është shumë e rëndësishme, dhe do fusni një frymë të re në jetën tuaj, ndoshta për t'i bërë gjërat ndryshe. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë, një energji fantastike. Keni të bëni me energji të shenjave të ujit dhe shenja e binjakëve. Shoh një person që vjen drejt jush, është një person që ka shumë emocione, një person që ka ndjenja për ju dhe ju do ndiheni shumë të emocionuar me këtë person. Për pjesën tjetër, ndoshta mund të merrni lajme nga fëmijët tuaj dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndiheni shumë mirë. Ndërsa për disa të tjerë mund të keni lajme të mira ekonomike, lajmet e vendit punës, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme që ju keni, por ju shoh në mesin e javës do ndjeni të gëzuar, do ndjeni të çliruar nga çdo gjë, por do jeni edhe në një moment relaksi, ju do relaksoheni. Në lidhje me personat që shoh që do vi një person drejt jush, do hyni në një njohje të re, do t'ju entuziazmoj, ju do keni një takim me këtë person dhe do ndjeni sigurisht shpirti juaj binjak. Në rastin tjetër, mund të jetë edhe një person që është një lidhje karmike në lidhje me ju. Dhe kjo gjë nuk e di, por do ndjeni shumë mirë me këtë person, kushdo që të jetë, flasim për pjesën e beqarëve këtu. Ndërsa pjesa tjetër mund të keni lajme nga fëmijët, kjo gjë do t'ju gëzoj, por mund të keni lajme dhe në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me kontrata të ndryshme që do bëni gjatë kësaj jave. Dhe këto kontrata mund të jenë kontrata në lidhje me punën, kontrata shtëpie, kontrata ndoshta për të shkuar jashtë shtetit për një pjesë prej jush. Në fillim të javës, një pjesë prej jush do keni dhe flerte. Ndoshta do jeni në lëvizje, do jeni duke flertuar gjatë gjithë kohës, dhe është një energji fantastike. Me lajme të mira, partneritete, nuk kam çfarë them shumë se kaq, është vërtet fantastike. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëherë keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit dhe përsëri energji të shenjave të ujit. Shoh një njohje re, një lidhje re edhe për juve, por do vi një person drejt jush, është një person që ka emocione,
por ju shoh që ju do ndjeni në dilema, do jeni konfuz, nuk do të jepni dot zgjidhje kësaj situate, keni mbyllur syt, doni të mbroni veten tuaj, dhe nuk po i jepni zgjidhje këtij fillimi të ri, por shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Dhe në fund të javës ju shoh në flerte, një pjesë prej jush në romanca, do jeni në lëvizje, mund të shkoni dhe në udhëtime, aty të flertoni me persona që mund t'ju ndodhen afër. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh lajme të mira, do ndjeni mirë, do ndjeni të gëzuar në fillim të javës, por në mesin e javës hyni në një energji tjetër. Sikur jeni përfshirë në këto, në një gjendje emocionale të mirë dhe nuk dëshironi që të merreni me situata të ndryshme, të jepni zgjidhje diçkaje, sepse mendoni ose nuk doni të shihni gjërat qartë ashtu siç janë, ose ju nuk dëshironi që të jepni zgjidhje sepse doni të mbroni veten tuaj. Dhe kjo mund të ketë lidhje në situata të ndryshme, mund të jetë vendi punës, me dokumenta, institucione shtetërore, mund të ketë lidhje me pjesën e shëndetit për një pjesë për jush. Ose ku ju mund të mësoni diçka, aty sikur nuk doni ta besoni, mbyllni syt, thoni që ndoshta dhe nuk dëshironi që të shkoni të bëni një kontroll mjekësor, por gjithsesi unë shoh që do keni lajme të mira. Këto lajme të mira mund të jenë në lidhje me punën nga ana ekonomike, por në situata të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, me ligjin, me zyra të ndryshme që mund të keni, me dokumenta, me pjesën e shëndetit për një pjesë prej jush. Ju shoh në një energji shumë të bukur, thjesht mes së javës do jeni në një situatë ku do mbyllni syt para gjërave dhe dëshironi të mbroni veten tuaj nga gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe me tema të ndryshme. Dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energjia e shenjës së Briciapit dhe energji të shenjave të tokës, për gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në këto shenja, ose ju mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Atëherë ju shoh me shumë emocione, një person i ri vjen drejt jush, është një njohje re për pjesën e beqarëve, por unë shoh që ju do keni tërheqje fizike ndaj këtij personi. Nuk është se personi ka emocione, ka ndjenja, por ju thjesht do keni një tërheqje fizike. Ndërkohë ju shoh që ju do jepni dhe do merrni me këtë person, mund të shkëmbeni mesazhe, SMS ose diçka tjetër, por një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave. Dhe dëshironi që këtë dashuri ose këto, ose nuk është dashuri, por më tepër shikoni nga ana fizike një person tjetër. Ndërsa për disa prej jush, ju shoh keni lajme të mira. Në lidhje me disa situata mund të jenë varësi të ndryshme, varësi ndaj alkoolit, ndaj cigares, ndaj ushqimit, por dhe varësi të tjera. Dhe ju shoh që nuk e di merrni dhe jepni aty diçka. Ndërsa për disa të tjerë, ju keni kaluar shumë vështirësi, mund të keni pas të bëni me persona toksik, me situata toksik, ose ju do keni disa tensione gjatë mesit të javës, por gjithsesi në fund të javës ju shoh që këto tensione mund të jenë në lidhje me paratë më shumë, në lidhje me anën ekonomike, ku ju mund të keni disa pagesa për të bërë, kjo gjë do t'ju tensionoj, do filloni të organizoni gjërat gjatë mesit të javës dhe në fund të javës ju shoh që merrni disa para, por dhe jepni. Mund të jenë pagesa kredie, mund të jenë pagesa faturash, mund të lindi një shpenzim te fëmijët tuaj dhe ju jeni të detyruar që ta bëni këtë pagesë, ose këtë investim, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje që ju merrni disa para dhe dëshironi të ndihmoni edhe dikë gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj.
ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të ujit përsëri që jeni juve. Por mund të keni dashëdende ose hënë në këto shenja. Atëherë, në fillim të javës, ju shoh jeni në lëvizje, do keni udhëtime, do keni flerte, romanca, por ndërkohë shoh një pjesë prej jush në një udhëtim që do shkoni, aty mund të flertoni me persona të ndryshëm. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarve. Dhe ju shoh që ju dëshironi të investoni, edhe pse e filloni si flert, dëshironi të investoni te ky person. Por mund të jetë dhe një person nga e kaluara që rikthehet tek ju. Mund të jetë dhe një person që është shpirti juaj binjar. Ndërkohë duhet keni kujdes se në mesin e javës mund të merrni goditje mbas shpine nga një person që ju mund të flertoni dhe është një person që është nga e kaluara juaj, që rikthehet tek ju dëshironi të flertoni përsëri, por shoh që ky person do t'ju godasë mbas shpine. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që keni lajme të mira, keni udhëtime, mund të jenë lajme në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët, lajme me punën tuaj, shoh për një rritje ekonomike. Por edhe te vendi punës duhet keni kujdes nga një person, sepse është një person që ju godet mbas shpine, sepse ju mund të kërkoni një rritje pagese dhe ky person mund të bëjë diçka mbas shpinës tuaj. Ju shoh që do t'rregojeni nostalgjik në fund të javës në lidhje me fëmirin tuaj, një pjesë prej jush me një person nga e kaluara, ose në rastin tjetër mund të rikthehen çështje dhe situata të ndryshme nga e kaluara juaj, që mund të kenë lidhje me flertet, mund të kenë lidhje me anën ekonomike, ku ju duhet të investoni diku, ose mund të kenë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni, mund të jenë me ligjin, me shtetin, mund të ketë situata emocionale që ju rikthehen përsëri, ose ju do jeni duke krijuar, duke u treguar pak nostalgjik më saktë gjatë fundit të javës. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Ju ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që nuk kanë bërë ende abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri një javë të mbarë, një dëgjim të këndshëm të kësaj video dhe një mbasditë sa më të këndshme.